Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin ditor të datës 13, data 13 mars 2026. Duke se kemi një ditë me rëndësi të veçantë, sepse kemi të bëjmë një 4 këndësh që bën hëna me Mërkurin dhe me Marsin në anën tjetër me ndikimin e Jupiterit nga Forre, ku do thotë një çështje shumë e rëndësishme kjo ditë e ndikuar, ditë e premte që është një ditë shumë e rëndësishme për sa i përket çështjeve madhore dhe ndryshimeve që vijnë. Por nuk do të thotë që dita e premte është ditë e vështirë për sa i përket mënyrës dhe mundësisë që e keni, por është një moment mjaft i mirë në lidhje me takime, në lidhje me bisedime. Por me bisedime që do të keni tani e tutje, janë bisedime shumë të rëndësishme për sa i përket ekonomisë, për sa i përket punës dhe vendime që do të merrni. Në çështje që kanë të bëjnë me udhëtimet, për shembull, janë shumë të ndikuar, janë shenjat e ujit që kanë ndikim shumë të madh këtë ditë të premte dhe të shenjës së tokës, ku shenjës së tokës që është Demi, është Virgjëresha dhe Bricapët. Kur kemi shenjat e ujit, është Gaforja, është ndikimi i Akrepit, Akrepi sidomos njerë ka gjëra që do presin shumë për të bërë disa ndryshime, por në krahun tjetër kemi dhe Peshqit. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë e datës 13 të ditës së premte juve ju ofron shumë gjëra në lidhje me takime dhe në lidhje me çështje të rëndësishme në vendime që merrni, sepse janë vendimet ato që mund të keni, domethënë, në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me një takim që do të keni tani e tutje. Koha ka treguar që ju jeni me shumë shans në lidhje me anën e biznesit, por nuk ka vend për të shqetësuar se të 3 dhjetë kanë ndikime shumë mira dhe tepër pozitive. Para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimet e detajuara, kemi pikërisht faqen e roz, astrologu.al. Duke klikuar dhe shikuar, dhe pas jeni gati për të dërguar një mesazh tek ajo dritare e vogël atje, kur e keni bërë darë me një që doni të bëni një blerje, dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen në WhatsApp, në Viber apo në Skype, që të lëm takimin për të folur për gjëra që doni në privat. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe juve kërkoni një parashikim më të detajuar ose doni të bëni diçka tjetër, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin për të marrë përgjigjen live. Dhe doni që në kohën pasi të përfundojnë, doni më tepër informacion, atë kemi këtë është ky butoni që shikoni aty, membership, dhe atje pastaj një abonim i thjeshtë, mund të merrni përgjigje më tepër në privat për gjërat që dëshironi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të kësaj shenje duket se keni një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që do të merrni, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë, është tepër pozitive dhe jo vetëm, sepse duke pasur parasysh periudhën që ndodhin fenomenet, edhe momenti që juve keni në lidhje me çështjet e financave, në lidhje me kohën e duhur që juve do të keni, në lidhje me biznesin ose me karrierën, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan, është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, duket se tani në këtë periudhë i keni mundësi për zgjidhur çështje problematike ekonomike, për zgjidhur një problem ligjor që keni shumë kohë që nuk po e zgjidhni akoma, por vjen një moment mjaft i mirë në lidhje me takime pune, do ta thosha unë, sepse kjo është dhe një periudhë mjaft e mirë në ekonomi dhe në biznes. Në biznes një që është një ndikim mjaft i mirë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e dhjetëdijshit të parë, me Virgjëresh të dhjetëdijshit të tretë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Çfarë ndodh me binjakët? Për sa i përket binjakët duket se në lidhje me punën në këtë të premte mundohen që të jenë koherent me atë çka po ndodh, atë çka po vjen, por meqense do ja dalin me siguri, do thotë Jorgo këtë, sepse është dhe mundësia, është dhe koha e duhur për zgjidhur problematika të ndryshme në anën ekonomike financiare, në lidhje me një takim
Ky mund të jetë një takim mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse është dhe koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takime, bisedime dhe keni shumë vlera në ato që doni të bëni, sepse gjërat janë në favorin tuaj dhe nuk ka një problem për të shqetësuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetë parë, me dash të dhjetë të tretë, kjo është koha, kjo është momenti i artë, themun, në gjëra që do të bëni, sepse shenjat e ajrit i kanë mundësitë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështjet problematike. Por në dashuri, bashkim familjar, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, është me peshk të dhjetë të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet nga njëra anë kanë atë mundësinë e tyre, kanë kohën e tyre për të bërë zgjidhjen e duhur në lidhje me takime, në lidhje me pozicionimin e planeteve, sepse nga ndonjëherë ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, por unë do të thosha gaforeve që në lidhje me punën tuaj jeni mjaft përpara dhe shumë pozitive, disa takime që mund bëni sot, bëjeni se ka për t'ia vlerësuar, se dita e premte zakonisht ka mundësinë, ka kohën, ka durimin me gjitha dhe është një nga momentet dhe mundësitë më të arta që juve do të keni tani tutje. Gjithashtu data 13 na jep mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në gjëra të mëdha që do të keni dhe është një nga mundësitë më të arta që vijnë drejt jush për sa përket ekonomisë, stabilizimit të saj, për sa përket vendimeve, se gaforja gjithmonë ka atë momentin e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur dhe futeni te klubi i përfituesve për sa përket kësaj dite, siç e thamë në fillim të emisionit, dhe koha e duhur për nisma të reja. Në çështjet e dashurisë, edhe pse me akrep keni pasur probleme e zgjidhni, por me dash është ndikimi dhe flijimi. Ndikimi, flijimi, ku të mirë fjalës tërë jetën, gjatë gjithë jetës jeni bashkë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Me luanët sado që gjërat janë në ndikime të mëdha, por janë fantastike, sepse juve e keni edhe si mundësi, por edhe si rëndësi që jepni vetes në ekonomi, dhe kjo do thotë që vërtet kjo periudhë është një periudhë ku do të shihen shumë gjëra në ndikimin tuaj, pozicionimin e planeteve, sepse është një moment mjaft i mirë dhe është mjaft stabilizues, konkretizues në gjërat që do keni, në punë, në karrierë, në ndryshime, në vendime që mund të merrni, dhe kjo është pozicionimi më i mirë i mundshëm për stabilizuar ekonominë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjakët e dhjetë të parë, me shigjetarët e dhjetë të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës. Me qenë se shigjetarët në mënyra dhe mundësira të mëdha ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndryshime
që do keni tani janë ndryshime mjaft të rëndësishme për punën, për karrierën, për ndryshimet e tjera që do të keni tani atutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo periudhë që keni tani është periudhë kalimtare në ekonomi dhe në stabilizime, kurse në dashuri duket se me peshk është ajo çka prisni, ajo çka keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Për bricjapët duket se tani në këtë periudhë kanë dy takime shumë të rëndësishme që mund bëjnë për ditën e sotme, sidomos të kësaj date, pra të datës 13, janë disa takime që mund të bëjnë mbasdite. Është një ndikim shumë i mirë, sepse bricjapët e kanë këtë mundësi dhe mund t'ja arrisin qëllimit të tyre për arsye të punës së tyre, për arsye të karrierës, sepse kanë lidhje me karrierën shumë, dhe është një mundësi shumë e mirë tani për të bërë zgjedhjen e duhur, nuk ka diçka problem ose diçka shqetësim. Por në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëresh, kanë bënë me demt dhe diçka të dytë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujuri. Ujorët e dashur, nëse keni pasur probleme me punën tuaj ose doni të bëni lëvizje, mos u shqetësoni pse do të lëvizni nga një punë tjetër, sepse juve keni kohën e duhur, keni momentin e duhur për sa i përket zgjidhjeve dhe konflikteve që keni pasur. Një nga mundësitë më të mira që keni është ana ekonomike dhe financat. Në lidhje me biznesin është baza juaj, është ajo korrektësia juaj ekonomike, financiare, lidhje me gjëra të rëndësishme që do të keni tani atutje. Janë shumë të rëndësishme ekonomike, biznesi, karriere dhe disa ndryshime të tjera. Ujorët gjithmonë janë në dieni për ndryshimet që bëjnë, janë në dieni ata që do të kërkojnë ose dokumentacionet. Ka një çështje shumë të mirë ekonomike dhe është momenti juaj për të bërë ndryshimin tuaj dhe kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akreptë dhe dishiparë dhe gafore është perfektja, me gafore sidomos janë gjërat nga më fantastike dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, meqenëse për juve peshq të dashur, duket se keni një ditë pak të ngarkuar, dhe duke qenë se është ditë e premte dhe keni fundjavën për të bërë ndryshimet e mëdha dhe koha nuk premton për disa gjëra që juve keni, por është një moment mjaft i mirë tani e tutje ku çdo gjë ndryshon, çdo gjë arrihet fal suksesit edhe punës suaj, fal asaj çka jeni, çka keni në anën tuaj, por gjithashtu keni edhe një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv për sa përket karrierës, për sa përket asaj çka jeni dhe asaj çka doni të arrini për sa përket punës suaj. Dhe është një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime, kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e ditës së parë dhe akreptë e ditës së tretë është perfektja. Këto ishin për sa përket pikërisht datës 13 mars të 2026. Por nëse dëshironi parashikime të detajura, astrologu.al, faqja roz, duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës së blerjes, direkt tek sekretaria. Është ajo paketa që keni aty dhe që të bisedoni, të dërgoni mesazh, e keni tek sekretaria dhe duke dërguar emailin tuaj, sepse nuk patëm emailin, s'kemi se si të komunikojmë. Në bazë të emailit, neve flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe juve dëshironi të dërgoni mesazh. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E shikoni Astrologu Europulla atë ku jeni në YouTube, atje mund të zgjidhni, ta shikoni se si funksionon për të dërguar mesazhin, pra është ky butoni këtu, e klikoni të gjitha dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazh dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Dhe nëse doni më tepër informacion në kohën që ne jemi live çdo të mërkur në orën 20. Dhe më pas, duke dërguar mesazhin dhe doni që të kaloni në privat kur përfundon emisioni, kemi atë butonin që jashtë shikoni atje membership, e klikoni një abonim të thjesht dhe jemi gati në pyetje përgjigje, më tepër informacion, më tepër në privat dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë për sa përket ato që juve kërkoni dhe dëshironi. Nga Europulla, një të premten të mbar, ju uroj në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirat.